Gilmando Dani, njohur dhe si krau I djathtë Emiliano Shullazit, është ekzekutuar gjatë mesditës së 11 nëntori pranë rreth rrotullimit të Rinasit. Ngjarja ndodhi pak minuta pasi dy burrat ishin kthyer nga Barcelona, ku kishin udhëtuar më 7 nëntor. Ata po udhëtonin drejt Tiranës me një automjet tip Mercedes-Benz, kur autorët, të cilët dyshohen të kenë qenë të paktën 3, u dolën përpara dhe qelluan me breshëri Kallashnikovi. Në vendin e ngjarjes janë gjetur mbi 20 gzhoja, ndërsa plumbat kanë goditur dhe xhamat e një lokali përreth, fatmirësisht pa të lënduar. Qytetarë të afërm dhe policia ndërhyn menjëherë për të nxjerrë viktimen dhe të plagosurin nga makina. Autorët u larguan me një automjet tip Toyota me targa greke dhe më pas e dogjë makinën në fshatin Halil, në një zonë të pyllëzuar, larg kamerave të sigurisë. Brenda makinës së djegur u gjetën 4 armë, të cilët priten të analizohen nga ekspertët. Hetuesit nënvizojnë se atentatori ka pasur informacion të detajuar mbi lëvizjet e Gilmando Danit dhe Muçi Shalianit, duke ngritur dyshime për ndihmës dhe vëzhgues pranë aeroportit dhe në zonën ku u doq makina. Ngjarja vijon të hetohet nga policia, e cila ka sekuestruar pamjet e sigurisë dhe po përpiqet të identifikojë të gjithë personat të përfshirë në këtë ngjarje të rëndë.